Prej gati 9 vitesh, familja Zote nga Konispoli ka krijuar një pikë grumbullimi bujqësore me qëllim mbështetjen e fermerëve dhe prodhuesve të zonës. Me përkushtim dhe punë të vazhdueshme, kjo pikë është kthyer në një ndihmë të çmuar për banorët lokal, duke i ndihmuar ata të tregtojnë prodhimet e tyre më lehtë dhe me kushte më të favorshme. E kemi hapur pikën e grumbullimit, kemi rreth 9 vite, për t'ju ardhur në ndihmë fermerëve për shkak të tërheqjes së manderinës, të tregut të jashtëm dhe vendas. Është lehtësim shumë i madh, jo vetëm nga ne si grumbullues, edhe grumbulluesit e tjerë të zonës të Konispolit. Janë shumë tërheqje e mandarinës që ndihmon për fermerët tanë. Duke parë interesin në rritje për Konispolin dhe zonat përreth, familja Zote ka vendosur së fundmi të zgjerojë aktivitetin e saj. Pranë pikës së grumbullimit, ata kanë ngritur edhe një bujtin të vogël me kapacitete të kufizuara apo mjaft mikpritëse, ku mirpresin turistë dhe vizitorë të huaj që duan të eksplorojnë natyrën dhe traditat vendase. Dhe ne munduhemi në pjesën e turizmit që të kemi turizëm në bashkinë e Konispolit dhe në pikën tonë të grumbullimit kemi hapur një shtëpi bujtin për më shumë turizëm, për të parë se sa do eci. Vinë në fakt turistë dhe kryesisht nga jashtë. Kanë ardhur, kemi patur nga Gjermania, nga vende të ndryshme për historinë e Konispolit të vendin tonë, si ka qenë, çfarë ka pasur më përpara. Ka interes, kemi pas shumë që kanë ardhur, janë interesuar, edhe për eksport janë interesuar, për në Gjermani kemi pasur interesim, për Angli kemi pasur interesim, për Poloni, që vazhdojmë dhe eksportojmë. Ky shembull tregon se si iniciativat e banorëve mund të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin ekonomik dhe social të zonës. Aktiviteti familje Zote jo vetëm që ndihmon fermerët, por tashmë kontribuon edhe në zhvillimin e turizmit rural në Konispol. Kjo nisëm përbën një model frymëzues për banorët e tjerë që duan të investojnë në potencialin e zonës së tyre.